Trokitjet e infermierëve nga qendrat e mjekësisë familjare në dyert të shumë familjeve, për disa nëna fillimisht ka qenë hezitim, por me kalimin e kohës është kthyer në mbështetje dhe siguri. Përmes programit Vizitat në shtëpi, ekipet mjekësore ofrojnë kujdes e këshilla profesionale për gratë shtatzëna, nënat lehona dhe fëmijët deri në moshën 3 vjeçare. Koordinatoria e programit Aferdita Krasniqi tregon se numri i ekipeve në terren është rritur derisa interesimi i familjeve për këto vizita po bëhet gjithnjë e më i madh. Programi Vizitav në shtëpi për gruan shtatzënë dhe nënën me fëmijë ka filluar nga viti 2023. Fillimisht kemi filluar me 2 ekipe. Prej viti 2025 nga muji korrik i kemi 4 ekipe që punojnë në terren. Fillimi i punës është që punojmë nga ora 9 deri në orën 18. Te nona fillimisht është një kontroll dhe fëmijët, në kontroll përfshin pesha, gjatësia, perimetri i kokës. Kurse me nonën bashkë bisedojnë, e këshillojnë rreth çdo pikpyetje që ka nona, çish me veprun situata ndryshme me fëmijën, gjejmë përgjigje dhe përkraje profesionale prej infermierëve. Këto vizita realizohen në disa faza, thot ajo. Për gruan shtatzënë janë 2 vizita brenda 9 muajve, kurse për fëmijën e sapo lindur janë periudha pas lindjes, mandej mosha e fëmijët është vizita e dytë është kur t'i vën fëmiu 4 deri në 6 muaj, për arsye se me po fëmiun çfarë hopa zhvillimit po shkon. Mandej vizita e tretë është 11 deri në 12 muaj. Vizita e 4 është 18 muaj, kurse vizita e fundit është 36 muaj. Arsyeja pse deri në 3 vjet është se personaliteti i fëmijët krijohet deri në moshën 3 vjeçare. Kështu që infermierët në bashkëpunim me nonën e përcjellën fëmijën çfarë hapa zhvillimit po shkon fëmiu. Për këtë arsye, nëse ka nevojë për lokoped, na i kemi edhe 2 lokopedë këto, që mujna mi referu nonat për me është ke lidhshmëria e infermierëve që mujnë me ordhë ose mujnë me shkollë lokopedet e familjarët. Kështu që për këtë arsye puna bëhet nga këto, nga zyrja jonë. Listat i marrëm nga klinika, më nëshme i marrë pamjet, nga klinika e ginekologjisë, ku na i pranojna listat. Mangësi kemi pak të klinika e ginekologjisë për arsye se ose na vinë numrat gabim, ose kanë najkush që nuk jam morrëm numrat e telefonit, kurse nga lindjet private i morëm nga vaksinimi, që vinë mja vdhon nonat BCG, vaksinën e parë. Fillimisht familjet kontaktohen nga stafi dhe njoftohen për programin, ndërsa në koordinim me nënat caktohet edhe koha kur infermierët realizojnë vizitat në shtëpi. Alo, përshëndetje. Zotri, jam Lisjeta në telefon, po e telefonoj nga Komuna e Prishtinës nga Drejtorati i Shëndetësisë. Numrin e juaj e kom marrë nga qendra kryesore mjekësisë familjare ku e keni bu vaksionimin e fëmijët tuaj. Urime për lindjen e fëmijët, urojt ketë jetë të gjatë dhe të lumtur. Të lutem, zotri, a keni diçu më herët se Komuna e Prishtinës, më saktësisht Drejtorati i Shëndetësisë, po ofron shërbime falas për nënën dhe fëmijën përmes vizitave në shtëpi? Nuk keni dëgju. Atëherë në fakt janë infermierët të cilat janë të trajnuara nga UNICEF-i dhe AMC-ja për kujdesin ndaj nanës dhe fëmijës, e që vinë adresën tuaj, e shohin bashkëshortën tuaj, bashkëbisedojnë me të, e këshillojnë për çdo pyetje që ajo mundet me pas, ka me gjetë përgjigje dhe përkraje profesionale nga infermierët tona. Mundeni më na kontaktu në këtë numër në momentin që bisedon edhe me bashkëshortën, edhe na e caktojmë tamam oralin për vizitën, që mos më mbet tu na prit gjatë ditës, ta më me caktojmë një orar dhe natë ku vinë edhe infermierët. Mirupafshim, çdo të mirë. Atëherë, kjo ishte pjesë e një bisedës që bëjmë çdo ditë për caktimin e orareve për infermierët që shkojnë në vizita në familje, qysh edhe thash për të gjithë prindërit në fakt, vlen e njëjta gjë, do më thonë infermierët e komunës së Prishtinës në këtë rast ofrojnë shërbime që nga ora 9 deri në orën 6 në mbrëmje. Kështu që kurdo që ato janë më të lira për shkak edhe të angazhimeve të tjera që i kanë, munden me caktu terminin edhe infermierët në atë ku shkojnë në vizitë në familje të ato. Infermierët Jehona, Saranda dhe Bleona po bëhen gati për vizitën e një nëne të re.
Ndërsa infermierja Jehona Mjekiqi Pacolli tregon se gjatë këtyre vizitave monitorohet gjendja e nënës dhe e foshnjës, sidomos në rastet kur ka vështirësi me gjithënje apo rënje në peshë të bebët. Ne ditën e fillojmë me vizita në shtëpi, ku monitorojmë gjendjen e nënës, të fëmisë edhe përgjithësi familja nëse ka nevojë për këshilla ose diçka. Ka raste të ndryshme, po ne kemi fokusin tek nëna dhe tek fëmia. Përballemi me raste tek nëna që ka probleme gjithënje me ushqyerje të fëmisë, kemi beba ku binë në peshë edhe ne mundohemi që me qenë sa më afër tyne, më kujdes për to, me jep këshilla se si nëna të arrit koordinim me neve me shpëtu beba. Tash do e prezentojmë programin tek nëna, është nënë e re, edhe është vizitë e parë, ku duhet të bëhet edhe prezantimi i programit. Nëna, programi financohet prej Ministrisë së Shëndetësisë, Komunës Prishtinës, edhe mbështetje kemi UNICEF-in. Prioriteti kemi 7 zonat, Leonat edhe fëmijët 0 deri në 3 vjet. Vizita obligative janë 5. Është vizita e parë me njerë mas lindjes, vizita e dytë 4 deri në 6 muaj kur të fillon me testim të ushqimeve, vizita e tretë është kur t'i bën 1 vjet, 2 vjet dhe vizita e fundit është kur t'i bën fëmia 3 vjet. Fëmia kur t'i bën 6 muaj, ne e bojmë edhe testin e James CD-s edhe këshyrom zhvillimin e fëmisë. Zhvillimin do të thonë zhvillimin psikofizik, se apo na plotson zhvillimin normal apo mos po ka ngecje në zhvillim. Vizita shtesë ki drejt me tirë aq sa herë që ti ki nevojë. Qoftë për gjithonje, për asistime tjera, çka do që ti e shet nevojshme. Ky program i Ministrisë së Shëndetësisë implementohet nga qendrat e mjekësisë familjare në gjithë Kosovën.